Sekretari Amerikan i luftës, Pete Hegseth, kritikoi ashpër gjeneralët dhe nismat e diversitetit, që ai tha se e çuan në dekada të tëra degradimi në ushtrinë amerikane. Në takimin e rrallë me komandantët të thirrur në Virginia, Hegseth tha se ata duhet të japin dorëheqjen nëse nuk e mbështesin agjendën e tij. Udhëheqësit politik budallënj dhe të pamatur vendosën drejtimin e gabuar të busullës dhe ne u humbëm rrugën, ne u bëm departamenti i zgjuar, tha Hegseth ndërsa hapi eventin në Quantico, Virginia, duke ju drejtuar një sallë e plot me gjeneral dhe admiral të lartë të Amerikës të thirrur nga e gjithë bota pa shpjegime javën e kaluar. Hegseth mbrojti shkarkimet e tij të oficerëve, të cilët përfshin generalin më të lartë të Shteteve të Bashkuara, i cili ishte me ngjyrë, dhe admiralin më të lartë të Marinës, i cili ishte një grua. Ai tha se të oficerët që ai shkarkoi ishin pjesë e një kulture të shkuar. Është lodhse të shikosh formacionet luftarake ose në të vërtetë çdo formacion dhe të shohësh trupa të shëndosh, po kështu është krejtësisht e papranueshme të shohësh general dhe admiral të shëndosh në korridoret e Pentagonit, por edhe duke udhëhequr komanda në të gjithë vendin dhe botën, është një pamje e keqe, është e keqe dhe nuk është ajo që jemi ne. Pra pavarësisht nëse je një rojtar ajror apo një rojtar me karige, një ushtar i ri apo një general me katëryje, duhet të përmbushësh standardet e gjatësisë dhe peshës dhe të kalosh testet e stërvitjes, tha Pete Hegseth. Hegseth premtoi ndryshime rrënjësore në mënyrën se si trajtohen ankesat për diskriminimin dhe si jetohen akuzat për shkelje në Pentagon, duke thënë se sistemi aktual ka drejtues të lartë që ecin mbi lëvosh gavezësh. Nëse fjalët që po them sot po ju lëndojnë zemrën, atëherë duhet të bëni gjën e ndershme dhe të jepni dorëheqjen, tha Hegseth. E di që shumica dërmuese prej jush ndjejnë të kundërtën, këto fjalë ju mbushin zemrat, shtoi ai. Presidenti Donald Trump teksa nisej për në eventin përkatës u tha gazetarëve të martën se do t'i shkarkonte menjëherë udhëheqësit ushtarak nëse nuk i pëlqenin. Më pas Trump e nisi fjalimin me një shaka, teksa doli në skenë duke thënë: "Nëse nuk ju pëlqen ajo që po them, sigurisht që mund të largoni nga salla, ja ku shkon grada juaj, ja ku shkon e ardhmja juaj." Por më pas ai foli me ngrohtësi për ushtrinë, në vërejtje ndonjëherë të çuditshme duke lavdëruar aftësitë e nëndetësve bërthamore amerikane, krijimin e tij të forcës hapësinore të ushtrisë amerikane dhe suksesin e fundit në rekrutimin e ushtrisë amerikane.